Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar televizionistë, kur takojmë sërish bashkë këtu në kohë për të zgjuar sot është e mërkurë, data shënon 3 gusht 2016. Nisim me gazetën shqiptare, krye artikulli i gazetës për ditën e sotme. Universiteti i Tiranës kushtet për të fituar në çdo deg. Procedura e përzgjedhjes së 5378 studentëve. Si aplikohet në portalin Matura Shtetërore? Fakulteti i Drejtësisë pranon 660 studentë. Fituesit brenda 5 shtatorit. Tabelat, kriteret për të llogaritur pikët për çdo program studimi. Një tjetër artikull kryesor i gazetës për ditën e sotme, kapen 5 kg heroin tek Ishparku. Policia, vlera gjysmë milioni euro, gjendet kallashi në shtëpinë e Bamit nga Nikla, ishin nën vëzhgim ndërhyrja kur po bënin shitjen e 10 pakove të drogës në lokal. Detajet e operacionit do të ndiqni më shumë dhe të lexoni në faqen 5. Opinioni i ditës nga Ksenofon Krisafi për demarkacionin e kufirit Kosovë-Mali i Zi. Lista, emrat në Tiranë dhe rrethe, tokat e zona nga informalët, 560 pronarët që përfitojnë kompensimin dhe 460 milion lekë. Kreu i PD-s detyrim me presion popullor Basha, qeveri teknike kundër përgjigjet e Rama, kushtet nuk i vë dot as në shqup. Flet kryetari i LSI-s Ilir Meta, qeveria teknike nuk është opsion, ka keq kuptim. Aluizni Durrës, lista e 2 emërore, kush merr lejen e legalizimit. Shkodër rruga pas sinjalistik humbin jetën 4 të rinj në aksident, 2 shqiptar dhe 2 italian ngjarje rëndë ditën e djeshme në Velipoj. Arsimi i lartë, Universiteti i Mjekësisë, tarifat dhe kuotat për të studiuar, biletat, rriten çmimet, emigrantët braktisin jugun e vendit. Ndërkohë, si çdo ditë bashkë me gazetën shqiptare vjen edhe suplementi Summer Pages, flet këngëtarja Nejda Tarifa. Kam në plan një fëmijë të dytë, turizmi shqiptar, merre ose lëre. Kemi përfunduar këtu me titujt e gazetës shqiptare. Ecim me gazetën Panorama, e cila ka si shkrim të parë për pensionistët, vendimi gati rritja e kompensimit të dritave. Qeveria pritet të dyfishojë pagesën e kompensimit të energjisë për kategoritë që e përfitojnë nga familjet me ndihmë ekonomike tek pensionistët, detajet në faqen 7. Reagon kreu i kuvendit Ilir Meta, koalicioni duhet të vazhdojë, qeveria teknike është një keq kuptim. Kreu i LSI-s flet me tone pajtuese për koalicionin qeveritar me Partinë Socialiste. Më 11 shtator nishani shpall ditën e zgjedhjeve në Dibër, Partia Socialiste kundër dekretit. Lista e Aluiznit, legalizimet, emrat e 1560 përfituesve të rinj në Elbasan. Jepte para me fajde, kushëriri Durim Bamit arrestohet me 500.000 euro heroin në foto Fadil Bami gjatë arrestimit. Basha vendos së kush qeverin teknike për zgjedhje të reja, Bregu kundër, nuk e arrim dot. Kreu i Partisë Demokratike vlerëson Metën për reformën në drejtësi, shërbim i jashtëzakonshëm ndaj vendit me konsensusin. Dokumenti, letra e Jani Lufit, pse su ktheva në Shqipëri, u bëra general në Bashkimin Sovjetik. Nga Blendi Fevziu do të lexoni opinionin me titull Kur qesharak bëhemi ne. Dhe nga Bernd Rigert, opinionin me titull Kërcënim absurd nga Ankaraja. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama. Vjojmë të me gazetën Shekulli, e cila ka si shkrim të parë pranimin në universitetet direkt. Intervista fleta akademiku Artan Fuga analizon ndryshimin e rregullores dhe zgjedhjen e maturantëve. Pse duhet modeli ku universitetet të bëjnë vetë regjistrimin e studentëve? Agjencia Shtetërore duhet të heqë dorë nga regjistrimi i studentëve, çka do të hiqte dyshimet për favore. Kriteret, ndryshimet tek mjekësia universitetit sqaron maturantët, detajet në faqen 13. Aksident në Velipoj, makina bie në kanalin 3 metra të thellë, mbyten 4 të rinj, 2 shqiptar dhe 2 italian humbin jetën në afërsi të Vilunit. Mjeti doli nga rruga në një kthes pambrojtëse, ndriçim dhe sinjalistik. Legalizimet të qarku i Elbasanit, 1560 familjet që marrin lejet e shtëpive.
Opinion nga Hajro Limaj, një përgjigje për ambasadorin turk në Tiranë. Vjojmë tej me gazetën Shekulli. Koalicioni, flet kreu i Kuvendit Metaj, pret Hovin Bashës, s'ka nevoj për qeveri teknike, është shprehur kreu i Kuvendit dje. Protestat punonjësit pa rruga, Mallakastra rrezikon ujin dhe dritat. Stacioni i pompave në Poçem është në duart e specialistëve që nuk paguhen prej 13 muajsh, rebelohen dhe dalin në rrugë. Dokumenti e afërmja e Ministres së Kulturës çoi në gjyq Ilir Kernin. Zbulohet padia e drejtoreshës artistike Abigail Voshtina ndaj drejtorit të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit për të rrëzuar urdhrin e tij të shkurtit në 2016 për masën paralajmërim për largim nga puna. Intervista babai të arrestuarit për plagosin në Vaçar, drejtësi ose do të veproj vetë. Kemi përfunduar edhe me titujt e gazetës Shekulli. Eci më tej me gazetën në Mapo, e cila ka si shkrim të parë Basha vë kusht për zgjedhjet, Meta rrëzon qeverinë teknike. Koalicioni vazhdon punën. Kreu i Kuvendit thotë se çështjet e koalicionit nuk duhen gatruar me reformën në drejtësi. Dalja e Metës 2 orë pasi Basha ishte deklaruar për qeveri teknike, është kushti ynë për zgjedhje. Mirpres çdo forcë politike. Reagon deputetja Majlinda Bregu. Ok qeveri teknike, por si? PSLSI ka 84 vota. Rama, kemi kontrat 4 vjeçare me shqiptarët, të gjitha deklaratat dhe reagimet e djeshme mbi çështjen dhe atë që është diskutuar sa i takon qeverisë teknike. Ndërkohë, artikulli publikuar nga BIRN, tensionet Serbi-Kroaci përshkallëzohen në luftë diplomatike. Aksidentet bilanc lufte vdesin 4 të rinj, plagosen 5 të tjerë. Ngjarja më e rëndë ndodhi dje rreth orës 2 të mëngjesit në aksin rrugor Shkodër-Velipoj, humbin jetën Besmir Kola, Artemisa Peraj dhe 2 italianët miq të tyre. Automjeti ku udhëtonin 4 të rinj doli nga rruga dhe përfundoi në kanalin e Vilunit. Në mbrëmje në Shkodër dhe në Elbasan, 2 përplasje të tjera plagosën disa persona, 2 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Vjoj më tej, Samër 2016, emri operacionit, kapet drogë me vlerë gjysmë milioni euro. Arrestohen 2 persona, policia e Tiranës prangosi mesditën e djeshme, Fadil Bamin dhe Eduard Gjokën, pasi u kapën me 5.1 kg drogë të dyshuar heroin në momentin e shkëmbimit. Prej 2 muajsh policia mbante në vëzhgim trafikantët. Dyshohet se Bami dhe Gjoka furnizonin me drogë zonën e ish parkut autobusëve dhe unazën e re. Banka e Shqipërisë rritet optimizmi në ekonomi, Kredia shtohet me 90 milion dollar. Të dhënat zyrtare tregojnë se në fund të 6 mujorit të parë, kredia totale që bankat kanë dhënë për ekonominë arriti në 55.2 miliard lek. Ndërkohë në rubrikën Gërç të KPG-ut për sot, shohim karikaturë me titull Për tymin e zi, Pallati i Drejtësisë Reforma dhe Kryeministri Rama. Editorial nga Besart Kadia, Basha mix më mirë se zgjedhjet e parakoshme. Nga Christopher Hill, të luajshme politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara dhe nga Ndriçim Kulla do të lexoni Kafeneja Shqiptare. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Mapo. Vijmë tashmë me gazetën Telegraf, e cila ka si shkrim të parë prodhimi bruto i hashashit më i madh se buxheti i shtetit. Fitimet këtë vit arrin në 6 miliard euro, ku 50% e tyre do të përdoren në fushatën e ardhshme elektorale. Shqipëria është kthyer në ferm hashashi, ndërkohë që banorët e 4 rretheve i dërgojnë letër kryeministrit, po na ngordhin baktit se kullotat na i kanë zaptuar kultivuesit e armatosur të drogës. Edi Rama, kontrata me shqiptarët është 4 vjeçare dhe këtë e kanë vendosur 1 milion shuplakat. Nga Ilir Kulla do të lexoni 10 arsyet pse Ilir Meta do të jetë kryeminist në 2017 dhe karriera 27 vjeçare e studentit të dhjetorit. Bujar Nishani, presidenti dekreton 11 shtatorin 2016 si datën e zgjedhjeve për Bashkinë e Peshkopisë. Maskarada me ushqimet AKU-eve të skaduar dhe ushtrie shpartalluar nga korrupsioni, fiktiviteti, nepotizmi dhe klientelizmi, drejtori, përfaqësuesi çamve apo i konsumatorëve, abuzimet dhe heshtja e krimit ekonomik. Aktualitet ja 87 vendet ku njihet patenta shqiptare.
i anulatës Demokrati me 3 hidrocentralet e Librazhdit, aluizni legalizimet në Durrës dhe në Elbasan. Realiteti shqiptar, flet doktor Stavri Trako, egoja për pushtet të pamerituar fundos në mjerim jetën. Tragjedia Jul Cezarit e Shakespeare-it, pasqyra e fatit të njeriut që tenton pushtetin absolut. Vapastinore dhe politika shkrej institucionet, emigrantët mësyn në zyrat e shtetit, por në punësit administratës, nisin pushimet në plazhet e Turqisë dhe Greqisë në pritje të qeverisë teknike. Ndërkohë shohim edhe komente dhe opinionet e gazetës Telegraf, Pazargjiu i Sëmajtës, një shkrim nga Ëngjëll Musaj, drejtor i gazetës. Nga Hajro Limaj do të lexoni bashkëbisedim me ambasadorin turk. Ishin këto dhe titujt kryesor të gazetës Telegraf. Shumë mendje tashmë të nderuar televizionistë të shkëputemi për një hapësirë publicitare. Themi në transmetim të drejtë për drejtë. Nderuar televizionistë, vim tashmë me titujt e gazetës Koha Jon. Masazhi dhe mesazhi i Metës shkruan në gazeta në kryartikullin e saj. Ndërkohë në foton kryesore Lulzim Basha, opozita kërkon qeveri teknike si garanci për zgjedhje të lira. Qëndrimi Meta nuk ka qeveri teknike, koalicioni PS-LSI deri në zgjedhje. Eventi nishani në malin e Zi me dinjitet dhe krenari thërras jam shqiptar. Reagimi i kryeministrit Rama, qeveria teknike, kemi një kontrat 4 vjeçare me shqiptarët. Me sërish tek politika, lexojmë opinionin nga Andi Bejtja, fol Koço. Nga Andi Bushati, me Koço pa Koço, prap i njëjti Ram. Forum borç publik militar në Gryk nga Fetizeneli, ndërkohë nga Gimjaze do të lexoni unë ha gurët e Omonjas, por kombin kur së shes. Ceremonia kryebashkiaku Veliaj, të bëjmë më shumë për fëmijët shqiptar. Përgjigja reagon Vlautin, ja e vërteta akuzave për fshehje pasurie. Ndërkohë nga futbolli veçojmë Agostinelli, Skënderbeu do ta kthejë në një Atletico Madrid, por me cilësitë e Barcelonës. Botohet pas 103 vjetësh zëdhënia e përlindjes e Shqipnisë. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Kalim në gazetën Sot, e cila ka si shkrim të parë Rama i gatshëm të bëjë ndryshimet në kabinet për të shmangur qeverinë teknike. Lëshon ministrat e akuzuar për veç Tahirit, Meta refuzon ofertën e Bashës, thirrje kryeministrit të përmbush detyrimet e koalicionit, detajet në faqen 3 dhe në faqen 5. Reagon deputetja demokrate Majlinda Bregu, qeveria teknike e pamundur, Rama dhe Meta nuk ndahen, PD të fokusohet tek reforma zgjedhore. Rama kërkon mundësit për qeveri teknike, paralajmëron Bashën se në PD ka deputet kundër këtij skenari. Basha thirrje për qeveri teknike nuk pranon zgjedhje me Ramën kryeministër, paralajmëron protesta dhe revolta popullore. Thellohet skandali Nikolës me pranimet në universitete, institucionet jo publike futen në listat e degëve që do të zgjidhen. Deputetët akuza për favore ndaj privatit. Fatos Klosi, suksesi i reformës varet tek lufta ndaj korrupsionit, ndihma e FBI-s, jo si me 21 janarin dhe Trebickën, ja ku duhet të asistojë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Dokumentet e CIA ja plani amerikanëve për të futur në sherrë Enver Hoxhën dhe Mehmet Sheun, propagandë për lidhjet kryeministrit me rusët, për plasjet Itali, Greqi, Jugosllavi për Shqipërinë. Vjojmë më tej PD dorëzon në Komisionin e Reformës propozimet për vetingun, SBA dhe BE do të dalin me draft të ri, në gusht miratohen edhe ligjet për strukturën e posaçme, antikorrupsion dhe organet e drejtësisë. Reforma zgjedhore, shoqata dhe ekspert bëhen bashk për ndryshimet në kod, ide dhe asistencë për pikat ku duhet të ndërhyet. Vlautin pranon skandalin me fshehjen e pasurisë, ja vë fajin procedurave dhe largimit nga Kroacia. Rruga e Kombit rrjep shqiptarët 3 taksa për autostradën, nga kredia 2008 për ndërtimin, taksa qarkullimit dhe deri tek mirëmbajtja me koncesion. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt kryesor të gazetës Sot. Vjojmë të me gazetën Tema, e cila ka si shkrim të parë, Ilir Meta rrëzon në qeverin teknike, shuhen shpresat e Berishës dhe Bashës për rrëzimin e Ramës. Rama Bashës nuk vendos dot kushte as në Shqip, për qeverin vendos unë. Presidenti Nishani dekreton zgjedhjet në Dibër, shkeli nenin 132 të kushtetutës.
kontrolli i lartë i shtetit, konsumatorët të pambrojtur nga abuzimet, me peshën ja si vidhen. Akuzat për fshehjet pasuriz, Vlautin, ja e vërteta. Lista 2480 pronarët që shpronsohen nga gasilësit TAP në 5 zona të jugut. Editoriali nga Merobaze, opozita në dorë të Koços e Rexhepit. Nga Andi Bushati me Koço pa Koço prapi njëjti ram. Nga Lulita Progni do të lexoni amnistia e keq përdorur e 90-s nuk mund të përsëritet. Dhe nga Manjola Bregasi do të lexoni vajzat e bukura të Instagramit, modeli i suksesit që kalon mes këmbëve. Ishin këto titujt e gazetës Tema. Shohim gazetën Rilindia Demokratike, e cila ka si shkrim të parë 2 rrugët për qeveri teknike, paralajmërimi i kartelet e drogës tek aktet e terrorit. Kryetari i opozitës deklaroi dje se vendi do të shkojë drejt një qeverie teknike ose përmes bashkëpunimit politik, ose përmes presionit popullor. Ngecit e timet e grabitjes në Rinas, policia thot se nuk ka prova. Taksa 10 euro për rrugën e Komit, koncesionari fiton 13 milion euro në vit. Kesh tenderi $1.3 milion për zyra luksi. Pak ditë më parë, një tjetër institucion shtetëror, Ministria e Financave, lajmëroi një tender plot 125 milion lek për të rikonstruktuar godinën e saj qendrore. Punimet në rrugë vrasin 4 të rinj në Velipoj, më 11 shtator Peshkopia me kryebashkiak të ri. Përse Paloka i kujton Ramës lidhjet me të birin. Miqëren Tafaj, universitetet publike në tutelen përmes bordeve militante dhe nga Abbas Gjavadi do të lexoni shkrimin me titull Traumat e puçit në Turqi. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt e gazetës Rilindja Demokratike. Do të shohim tashmë gazetën 55, e cila ka si artikull të parë qeveri teknike me konsensus ose presion popullor. Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka shpallur dje aksionin e ri politik që do të nisi që gjatë gushtit dhe do të sjellë si rezultat krijimin e qeverisë teknike si parakushti për të shkuar drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ftesa për dialog politik u drejtohet të dyja partive politike të mazhorancës, por përmbushja e kalendarit politik do të realizohet me aleancën më të madhe që ka garantuar Partia Demokratike, aleancën me qytetarin. Paralajmërimi i Bashës nuk do të lejojmë prishjen e procesit të ardhshëm zgjedhor. Ndërkohë, sa i takon deklaratave të djeshme Basha, mandati kryeministror të ndërpritet, Shqipëria më mirë pa Edi Ramën. Kreu i opozitës Edi Ramës nuk i del zia e konsensusit, nuk dëgjon, nuk sheh, nuk lexon. E ka humbur fare. I kujtoj se mandati është kontrat para se të jetë afat. Mandati i tij ka mbaruar me kohë, ka deklaruar dje lideri demokrat Lulzim Basha. Vëzhgimi, Rama do leje për të vjedhur edhe një vit tjetër që Sharaku në krye të qeverisë që kujton se ka kontrat 4 vjeçare për të vjedhur, i bën llogarit sipas shkollës 3 vjeçare që ka kryer, një pseudoshkollë që sot s'do të hynte në punë as në Koren e Veriut. Në brendësi, kultivuesit e kanabisit në Tepelen po shfrytëzojnë dhe dhunojnë banorët. Sekretari Ervin Saliani, puna e policisë së shtetit, e ministrisë së brendshme dhe kryeministrit, sepse fiet janë deri te Krama, gjatë kësaj periudhe ka qenë marrja 30% e çdo rrënje kanabisi të mbjellë. Pas mashtrimit me udhëtimet në Sri Lanka, Lal Eriak merret ndaj punonjësit të Rinasit. Denoncimi, kryebashkiaku i Tiranës ndikoi në shkarkimin e tij nga puna. Nuk kisha asnjë përgjegjësi në publikimin e faksimiljeve të biletave të fluturimit për në Sri Lanka, kur zyrat e shtypit propagandonte se ishte në krye të detyrës duke i shërbyer qytetarëve, banesat e të cilëve ishin nën ujë. Deklarata e kreut të shtetit Nishani, sot të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë kanë një qëllim, të antarësohen në Bashkimin Evropian. Kreu i shtetit Bujar Nishani në Malinezi merr pjesë në tubimin tradicional popullor Mirësevini në Alpet Shqiptare 2016. Forum skandali, rruga e Kombit zbulohet taksa e 3 fish që do të paguajnë qytetarët. Nga Gani Mehmetaj kur islamombrojtësit zhurmojnë krimet. Dhe nga Bernd Rigert, kërcënimi absurd nga Ankaraja, komenti në gazetën 55.
Ndërkohë, dosieri nga Kastriot Dervishi do të lexoni kampet me tela me gjemba të Kryes dhe Beratit, internimet e diktaturës komuniste. Në periudhën 45-53, përveç se burgjeve dhe kampeve të punës së detyruar për të burgosur, në Shqipëri kanë ekzistuar edhe kampet e vuajtjes së dënimit, tela me gjemba. Këto kampe strehonin më së shumti gra, fëmijë dhe pleqë, të cilët ishin familjar të dënuarve politikë. Vion mëtej dosieri në brendësi të gazetës 55. Kemi përfunduar këtu të nderuar televizionistë me titujt kryesor të gazetës 55. Do të shohim tashmë gazetën Panorama Sport, e cila ka si artikull të parë Cana drejt Kinës, Lila në Holand për 200.000 euro zhvillimet sa i takon transferimeve të kuqezimeve. Kapiteni e mbyll me nantën, presidenti ikën jashtë Europës, deklarata e bërë nga presidenti francez. Ndërkohë shohim foton kryesore të gazetës për ditën e sotme, Partizani tenton mrekullin, flet të trajneri Sormani, do t'i sulmojmë. Salzburg Partizani sot në orën 20:30, ka shpresa për Bathën, klubi ndëshkon Bardhin. Skandali me transmetimin reagon televizioni publik shqiptar. Synohet një sulmues italian volas pranë largimit. Reportazhi Partizani për recital në qytetin e Mozartit nga i dërguari në Salzburg, Fatjon Shehu. Ndërkohë në foto Ismailaj, Vila Arapi, Hoxha dhe Batha, foto me stjuardesat gjatë udhëtimit të dieshëm për në Austri. Ndërkohë vjojmë më tej me zhvillimet në futbollin shqiptar, fondi Pezull, Bashkia pret bilancin nga Tirana. Ndërrohen rolet. Klubi Bardhe Blu vonon faturën e shpenzimeve vjetore. Mbrojtësi Firmos Pashaj jap se zgjodha Kuksin. Skënderbeu, sulmuesi i mbingarkuar James del në shitje, oferta nga Skënderbeu. Tek Inter i Kandreva vishet Zikalter, akord edhe me Gabigol. Juventus, lista e shitjeve, zonja fiton 200 milion euro. Tek Bayern Miniu të flet Lam, Zhvajni të kthehet, por si drejtor. Babai notarit Olimpiada, Hoxha akuzon në Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar për afera me fond. Ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Do të shkojmë tashmë edhe një herë në përfundim të kësaj rubrike të shohim titujt e gazetës shqiptare, cila kujtojmë sot ka si artikull të parë Universiteti i Tiranës, kushtet për të fituar në çdo deg. Procedura e përzgjedhjes së 5378 studentëve si aplikohet në portalin Matura Shtetërore. Fakulteti i Drejtësisë pranon 660 studentë fituesit brenda 5 shtatorit. Tabelat, kriteret për të llogaritur pikët në çdo program studimi. Opinioni ditës nga Ksenofon Krisafi për demarkacionin e kufirit Kosovë-Mali i Zi. Listat, emrat në Tiranë dhe rrethe, tokat e zënë nga informalet, 560 pronarët që përfitojnë kompensim, 460 milion lek. Kreu IPD-s detyrim me presion popullor, Basha, qeveri teknike, ndërkohë Rama i përgjigjet, kushtet nuk i vë dot as në Shqup. Kryetari i LSI-s, Meta, qeveria teknike nuk është opsion, ka keq kuptim. Aluiznin Durrës, lista e 2 temrore, kush merr lejen e legalizimit. Në Shkodër, rruga pas sinjalistik vdesin 4 të rinj në aksident, 2 shqiptar dhe 2 italian. Arsimi i lartë, Universiteti i Mjekësisë, tarifat dhe kuotat për të studiuar dhe tek biletat, rriten çmimet, emigrantët braktisin jugun e vendit. Ndërkohë në foton kryesore, operacioni i dieshëm i policisë kapen 5 kg heroin tek Ish Parku, policia thotë se vlera e mallit ishte gjysmë milioni euro. Operacioni në Tiranë pranë nga Fadil Bamit dhe Eduard Gjatës, 2 të tjerë në kërkim. Gjendet kallashi në shtëpinë e Bamit nga Nikla, ishte në vëzhgim ndërhyrja kur po bënin shitjen e 10 pakove të drogës në lokal. Ndërkohë bashkë me gazetën shqiptare vjen si çdo ditë edhe suplementi Rose Summer Pages, flet këngëtarja Eneda Tarifa, kam në plan një fëmijë të dytë. Turizmi shqiptar, mere ose lëre. Kemi përfunduar këtu të nderuar televizionistë dhe me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Ne do të shkëputemi tashmë për një publicitet të shkurtër, do të rikthehemi në pjesën e dytë për të vijuar komunikimin tonë.